10 bluza në ditë ajo, 250.000 lekë. 250.000 lekë, herë 100 ditë, apo ja 50.000 euro po herë. O wend, tut aplikacioni listë, ças po bëhet o vlla. Nxjerrin, po e kanë myt fare, nxjerrin njerëzit këtu produktet e veta, ishin se mira 48 orësh, nxjerr rroba, nxjerr makina, shit këtej, shit andej, kush e di sa let kanë bo, prit njerë qofim, një biznes, për shumë pas ka 47 listime, shive, bluza, pulovra, gjaketa, fustane prap, 25.000 lekë fustjani, 15, 12, këtej andej. E di ti sa bomi butik? Po mendoj herë kështu, 25.000 lekë një bluze. 10 bluza në ditë ajo, 250.000 lekë. 250.000 lekë, herë 100 ditë, apo ja 50.000 euro po herë. Jena shjena, i nxirrni ne ato gjërat tona te listi për zotin. Fillojmë mirë direkt nga këtë çantën tënde. Hajde bëjmë një foto kësaj direkt ta listojmë. Opa, bëjmë foton? Sa lekë nxjerrim më mirë? Po dy një 300 euro njërë. E shtypim direkt. Listimi i ri te marketi, modën. Vazhdo. Ta nxjerrim direkt foton këtu. Okej. Fotoja shtua, çantë, Louis Vuitton, përshkrimi, shumë e bukur, e zez, çmimin sa e lam 200 400 euro pra po e lem. 500 e morë ti, 400 e nxjerrim. Gjendja e përdorur, Tiranë, direkt vazhdo. Opa, duke u listuar, me sukses u mbyll. Tani do blej çantë të re. E listuam këtë, listojmë gjupin, listojmë gjitha, e boshatrisim shpinë se do më dhe në leksit tjerët, okej? Hajde.